Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe një temë që është diskutuar, që pritni edhe ju mediat me pas përgjigje këtë temë, është edhe një kërkesë, një letër që ne si Partia Demokratike e Kosovës e kemi pranuar nga kryetari i Partisë Nisma Social-Demokrate zoti Limaj, e kam vek, ku më punu gjatë me to, kam vlerësim shumë pozitiv për zotin Limaj, është diskutuar në Partinë Demokratike të Kosovës, është qëndrim i përgjithshëm, pjesa dërmuese e anëtarëve të kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, që e presëm edhe mirë presëm kontributin e zotit Limaj të nismës social-demokrate që në këto zgjedhje do t'japin Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe jemi bindur që kjo përkrahje do të reflektoj në rritjen e votës për Partinë Demokratike të Kosovës edhe si rezultat i këtij angazhimi. Sigurisht se zoti Limaj në të ardhmen, në proceset e rregullta të brendshme zgjedhore, është i mirëpritur që të jetë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Se përket garimit në këtë listë, është qëndrimi i përgjithshëm që fillimisht do të ndodhë një përkrahje për Partinë Demokratike të Kosovës, në vullnet i mirë nga una nisme social-demokrate dhe pastaj në zgjedhjet e ardhshme ne do t'i trajtojmë kur vinë ato në mënyrë më duhur që është e nevojshme. Po kësaj radhe, zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Pyetje? Nuk ka vestimi të qartë, se pyetja është për juve, pritjet janë këtu. Përndryshe për hir të korrektësisë, emrin e vet ju keni pa letrën. Zoti Limaj nuk e ka vendosur që unë do të jem pjesë edhe kërkoj me qenë pjesë e listës demokratike të Kosovës. Nuk ka qenë kjo kërkesë. Zoti Hamza, si e komentoni faktin që anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës kanë qenë të ndarë në dyrë sa i përket kësaj kërkesës zotit Limaj? Për shembull, kemi pa vërat Qitaku në Ranis Vojlën që kanë deklaruar se nuk ka disponim, ndërkohë Mirkim Lështaku dhe Ramiz Ladrosi kanë kërkuar që gjithsesi të jetë pjesë e listës. Ne sot bisedum kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Kryesia është organ vendimarrës, në një diskutim shumë të hapur, shumë demokratik, i kanë shprehur mendimet e tyre, unë po i siguroj që pjesa dërmuese me unanimitet kanë qenë që veprohet këtë mënyrë që është vepruar. Do të thonë që nisma social-demokrate tardhmen gjithë anëtarët, ata që dëshirojnë, edhe jashtë nismës, me mundësi me qenë pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës. Po kësaj radhe nuk do të ketë të përfshirë në listën e Partisë Demokratike të Kosovës si në rezultat i një marrëveshje politike. Po qartësona, i një marrëveshje politike, nuk po flas se në publik kanë thonë asnjëherë nuk është ngritë çështja kërkesa që zoti Limaj të jetë pjesë e listës garuese.